dashuri që s'nje kufi. Jezus Krisht, ti je drita ime, shpresa që s'do të shuhet mu, në çdo hap ti je pranë meje, Zoti jetës mbreti paqes. Se mëshirë më fale jetën, më ngrite kur rash poshtë, fjala jote më jep forcë, ty besoj o Jezu. Një mbrëma moto Violeta, Misterve, Zotit të bekov, Gëzimi dhe Zotit, Gëzimi Zotit të mbushi jetën tënde, në gjithë familjen tënde, paqe dhe gëzimin e Perëndis. Zoti jetës mbreti paqes. Edhe kur stujt vin, unë nuk kam më frikë, se ti je me mua. Sot dhe përjetës, Haleluja, Zot, haleluja, po Zot ti je me ne, Zot. Sot e përjet, Zot, faleminderit Jezus Krisht që je me ne, sot e përjet. Haleluja. Është kaq bukur kur ne adhurojmë Zotin ton me këngë, edhe ftojmë prezencën e Tij, të jetë në mesin ton. Sot do jemi së bashku duke lexuar nga Bibla. Kemi për të lexuar kapitujt 45, 46, 47 dhe 48 të Zarathilës. Të bekojmë së bashku me fjalën e Perëndis. Një mbrëma Mikele, Mister dhe Zotit të bekov. Dashuri që s'nje kufi. Jezus Krisht, ti je drita ime, shpresa që s'do të shuhet mu, Aldoneta, një mbrëma motor Mister dhe Zotit të bekov. je pranë meje, Zoti jetës mbreti paqes. Se mëshirë më fale jetën, më ngrite kur rash poshtë, fjala jote më jep forcë, ty besoj o Jezu. Jezus Krisht, ti je drita ime, shpresa që s'do të shuhet kur, çdo hap ti je pranë meje, Zoti jetës mbreti paqes. Edhe kur stujt vin, unë nuk kam më frikë, se ti je me mua. Një mbrëma Drita, një mbrëma Rita, Mister dhe një mbrëma Edlira, Bekime. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja të dashur motra dhe vëllezër. Paqja e Zotit qoftë me secilin prej jush. Ju uroj mirëseardhjen në këtë kohë të bekuar nga leximi dhe meditimi i fjalës së Perëndis. Jemi të gëzuar që jeni me ne live sonte dhe ju përshëndesim me dashuri edhe ata që do ta dëgjojnë më vonë këtë live. Sot do të ndalemi në leximin e Zanafillës në kapitujt 45, 46, 47 dhe 48. Një rrugtim i thellë nga pajtimi që Jozefi u pajtua me vëllezrit tek udhëheqja e Perëndis, besnikëria në çdo kohë krize dhe bekimi që kalon nga brezi në brez. Le të përgatisim zemrat tona për të dëgjuar zërin e Zotit. E hapim një lutje, leximin e Biblës për sot. O Atë qiellor, faleminderit për këtë mundësi të shenjtë që kemi për të hapur fjalën tënde. Ne vim përpara teje me zemra të hapura, duke kërkuar që fryma e shenjtë të na udhëheqë në çdo varg që do të lexojmë.
Ashtu siç veprove në jetën e Jozefit dhe të Jakobit, vepro dhe në jetën tona. Na mëso të falim, të besojmë, të ecim sipas vullnetit tënd dhe të bekojmë brezat që vijnë. Hapi mendjet tona për të kuptuar dhe zemrat tona për të zbatuar fjalën tënde. Në emrin e Jezusit ne lutemi dhe themi amen. Haleluja. Pra, hapim së bashku Biblat tek Libri i Zanafillës, kapitulli 45. Jozefi u shfaqe të vëllezërve të tij. Atëherë Jozefi nuk e përmbajti dot më veten para tërë të pranishëve dhe bërtiti. Nxirrini jashtë të gjithë nga prania ime. Kështu nuk mbeti asnjëri me Jozefin kur ai u tregoi vëllezërve të tij se kush ishte. Dhe qau aq fort sa e dëgjuan edhe vetë egjiptasit dhe ky lajm arriti dhe në shtëpinë e faraonit. Pastaj Jozefi u tha vëllezërve të tij: Unë jam Jozefi, a është ende gjallë ati im. Por vëllezërit e tij nuk mund të përgjigjeshin sepse ishin të tronditur thellë në praninë e tij. Atëherë Jozefi u tha vëllezërve të tij: Afrohuni pra tek unë. Ata ju afruan dhe ai tha: Unë jam Jozefi, vëlla juaj, që ju e shitët që ta çonit në Egjipt. Por tani mos u trishtoni dhe mos t'ju vi keq që më shitët me qëllim që të çohesha këtu poshtë, sepse Perëndia më ka dërguar para jush për të ruajtur jetën tuaj. Në fakt u bën 2 vjet që razia e bukës në vend dhe do të ketë edhe 5 vite të tjera, gjatë të cilave as nuk do të lërohet dhe as nuk do të korret. Por Perëndia më ka dërguar përpara jush me qëllim që të ruhet diçka mbi tokë dhe për të shpëtuar jetën me një çlirim të madh. Nuk jeni ju pra që më keni dërguar këtu, por është Perëndia, ai më caktoi si ati faraonit, si zoti i krejt shtëpisë së tij dhe si qeveritar i tërë vendit të Egjiptit. Nxitohuni të riktheheni tek ati im dhe i thoni: Kështu thot biri yt Jozefi. Perëndia më ka caktuar si zoti i gjithë Egjiptit. Zbrit tek unë, mos u vëno. Ti do të banosh në vendin e Goshenit dhe do t'jesh afër meje, ti dhe bitë e tu, bitë e bive të tu, kopet e bagtive të imta e të trasha dhe gjithçka që ti zotëron. Dhe atje unë do të ushqej, sepse do të ketë edhe 5 vjet të tjera zije, me qëllim që ti të mos katandishsesh në mjerim, ti, familja jote dhe gjithçka zotëron. Dhe ja, sytë tuaja dhe sytë e vllajt tim Benjaminit shohin që është goja ime që ju flet. Tregojini pra atit tim tër lavdin time këtu në Egjipt dhe gjithçka pat shpejtoni ta sillni atin tim këtu. Pastaj u hodh në qafë vllajt të tij Benjamin dhe qau dhe Benjamini qau i shtrënguar në qafën e tij. Ai i puthi gjithashtu tërë vëllezërit e tij dhe qau i shtrënguar me ta, pastaj vëllezërit e tij filluan të flasin me të. Jehona e kësaj ngjarje u përhap në shtëpinë e faraonit dhe njerëzit tanë. Kanë ardhur vëllezërit e Jozefit. Kjo i pëlqeu faraonit dhe shërbëtorëve të tij. Atëherë faraoni tha Jozefit: U thuaj vëllezërve të tu, bëni këtë, ngarkoni kafshët tuaja dhe shkoni, ktheuni në vendin e Kananit. Pastaj merrni atin tuaj, familjet tuaja dhe ejani tek unë do t'ju jap më të mirën e vendit të Egjiptit dhe do të hani prodhimet më të zgjedhura të vendit. Amen. Çfarë Zoti përgatit për bitë e tij, për popullin e tij. Ti ke urdhrin t'i thuash atyre: bëni këtë, merrni me vete nga vendi i Egjiptit qere për të veçlit tuaj dhe për gratë tuaja, merrni atin tuaj dhe ejani. Dhe mos u shqetësoni për orendit shtëpiake, sepse sendet më të mira që ka Egjipti do t'i jenë tuajat. Bitë e Izraelit vepruan kështu, dhe Jozefi u dha atyre qere sipas urdhrit të faraonit, si dhe ushqime për udhëtimin. Të gjithëve u dha një palë rroba për ndres për secilin, por Benjaminit i dha 300 skile argjendi dhe 5 palë ndërresa veshmbathje. Ati të tij dërgoi 10 gomar të ngarkuar me gjërat më të mira të Egjiptit, 10 gomarica të ngarkuara me grur, bukë dhe ushqime për atin e tij gjatë udhëtimit. Kështu i nisi vëllezërit e tij dhe ndërsa ata po iknin u tha: Mos u grindni rrugës. Atëherë ata u ngjitën përsëri nga Egjipti dhe arritën në vendin e Kananit te Jakobi ati i tyre.
Dhe I kallëzuan gjithçka duke thënë: Jozefi është ende I gjallë dhe është qeveritari I gjithë shtetit të Egjiptit, por zemra e tij nuk u ngroh sepse nuk u besonte atyre. Por kur ata I treguan tërë fjalët që u kishte thënë Jozefi dhe kur pa qerret që Jozefi kishte dërguar për ta marrë, atëherë shpirti I Jakobit tatit të tyre u ringjall. Dhe Izraeli tha: Mjaft, djali im Jozefi është gjallë, unë do të shkoj ta shoh përpara se të vdes. Lavdi Zotit. Tani e shohim së bashku kapitullin 45 të Zanafillës. Shohim vargun kyç, shohim për mbledhjen. Edhe mësimet që nxjerrim nga ky kapitull si dhe një lutje medituese, ta bëjmë së bashku pra të ushqehemi shëndetshëm me fjalën e Zotit duke medituar dhe duke e përtypur që të bëhet pjesë e jona. Vargu kyç I kapitullit 45 të Zanafillës është vargu 5. Mos u trishtoni dhe mos u zemëroni me veten tuaj që më shitët këtu, sepse Perëndia më dërgoi përpara jush për t'ju ruajtur jetën. Është ky varg kur Jozefi flet me vëllezërit e tij. Sepse ata u hidhëruan kaq shumë për çka I kishin bërë Jozefit vite më përpara. Tani shohim përmbledhjen e kapitullit 45. Në këtë kapitull arrin kulmin e historisë së Jozefit. Ai u zbulon veten vëllezërve të tij dhe në vend të akmarrjes u ofron falje, hir dhe pajtim. Jozefi shef dorën e Perëndisë për te I padrejtësisë njerëzore. Ai e kupton se ajo që njerëzit bën për të keq, Perëndia e përdori për mirë për të shpëtuar shumë jetë. Gjithë të afërmit e tij, gjithë vëllezërit, babain, fëmijët e tyre, gratë e tyre, gjithçka ata kishin. Pajtimi bëhet I mundur sepse Jozefi zgjodhi të shohë planin e Zotit, jo plagën që I kishin shkaktuar vëllezërit. Mësimet, 4 mësimet që nxjerrim nga kapitulli 45 I Zanafillës janë. Mësimi I parë, Perëndia është sovran mbi të keqen. Veprimet e njerëzve nuk e shkatërrojnë planin e Zotit. Mësimi I dytë, falja çliron më shumë se sa atë që falet. Çliron më shumë atë që fal se sa atë që falet. Jozefi zgjodhi faljen dhe gjeti paqe. Mësimi I tretë, pajtimi është fryt I pjekurisë shpirtërore. Vetëm një zemër e shëruar mund të pajtohet, mund të fali. Lavdi Zotit që ishte e shëruar komplet zemra e Jozefit. Dhe mësimi I katërt, hiri I Perëndisë e kthen dhimbje në shpëtim. Perëndia e përdor vuajtjen për qëllime të mëdha. Pra e bëri gati Jozefin, e rriti, e forcoi dhe u bë një burr I madh shteti, sa drejtoi gjithë shtetin e Egjiptit në kohët më kulminante, në kohën e vështirësive, kur gjithë bota ishte në vështirësi, mençuria dhe urtësia e Jozefit u përdor në Egjipt dhe gjithë egjiptasit shpëtuan për shkak se ai organizoi shumë mirë kohën e bollokut edhe krijoi rezerva për kohën e zis. Sa shpëtoi gjithë egjiptasit edhe gjithë njerëzit e tij. Tani së bashku kalojmë një lutje duke medituar në kapitullin 45 të Zanafillës. O atë faleminderit që hiri yt është më I madh se sa plagët tona. Na ndihmo të shohim dorën tënde edhe në dridhje dhe edhe në dhimbjet e së kaluarës, të falim siç na ke falur ti neve dhe të zgjedhim pajtimin në vend të hakmarrjes. Zot, gjithmonë na mëso që të ta besojmë ty, o Zot, drejtsinë dhe hakmarrjen. Shëroj zemrat tona dhe na bëj vegla të paqes dhe të faljes. Ne lutemi në emrin e çmuar të Jezusit. Amen. Dashuria thuhet mbulon një sër mëkatesh. Falja është pjesë e dashurisë. Haleluja. Mësimet e Zotit janë shumë të vlefshme dhe ne duhet të ecim sipas fjalës dhe mësimeve të Perëndisë. Tani e hapim librat për të lexuar në Zanafillën kapitullin 46, Perëndia I shfaqet Jakobit dhe Jakobi zbret në Egjipt.
Izraeli pra u nis me të gjitha ato që kishte dhe kur arriti në Bersheba i bëri friri Perëndis të atit të tij Isak. Dhe Perëndia i foli Izraelit në vegim me natë dhe tha: Jakob, Jakob. Ai u përgjigj: Ja ku jam. Atëherë Perëndia tha: Unë jam Perëndia, Perëndia e atit tënd. Mos ke frikë të zbresësh në Egjipt, sepse aty do të bëj një komb të madh. Unë do të zbres bashkë me ty në Egjipt dhe do të bëj që sigurisht të kthehesh dhe Jozefi do të mbyll syt. Atëherë Jakobi u nis nga Bersheba dhe bitë e Izraelit e hipën Jakobin atin e tyre, fëmijët e vegjël dhe gratë e tyre mbi qerre që faraoni kishte dërguar për t'i mbartur. Kështu ata morën me vete bagëtin dhe sendet që kishin blerë në vendin e Kananit dhe erdhën në Egjipt. Është fjala për Jakobin me tërë pasardhësit e tij. Ai mori me vete në Egjipt bitë e tij, bitë e bijve të tij, bijat e tij dhe bijat e bijve të tij dhe tërë pasardhësit e tij. Këta janë emrat e bijve të Izraelit që erdhën në Egjipt: Jakobi dhe bitë e tij, i paralindur i Jakobit Rubeni, bitë e Rubenit Hanoku, Pallu, Hecroni dhe Karmi. Bitë e Simeonit, Jemueli, Jamini, Ohadi, Jakini, Sohari dhe Sauli, biri një Kananease. Bitë e Levit, Gershomi, Kehathi, Merari. Bitë e Judës, Eri, Onani, Shelahu, Pereci dhe Zerahu, por Eri dhe Onani vdiqën në vendin e Kananit. Bitë e Perecit qenë Hecroni dhe Hamuli. Bitë e Isakarit, Tola, Puvahu, Jobi dhe Shimroni. Bitë e Zabulonit, Seredi, Eloni dhe Jahleli. Këta që mbi që Lea e lindi Jakobit në Padan Aram, përveç bijës së saj Dina, bitë e bijat e saj ishin gjithsej 33 veta. Bitë e Gadit, Sifoni, Haxhi, Shuni, Ecboni, Eri, Arodi dhe Areli. Bitë e Asherit, Jumna, Ishua, Ishuni, Berjahu, Serahu, motra e tyre, dhe bitë e Berjahut, Heberi dhe Malkieli. Këta që mbitë e Zilpahut që Labano i kishte dhënë bijës së tij Lea, dhe ajo i lindi Jakobit gjithsej 16 veta. Bitë e Rakelës, gruas së Jakobit, Jozefi dhe Benjamini, dhe Jozefi në vendin e Egjiptit i lindën Manasi dhe Efraimi. Nëna e tyre ishte Asenathi e bija e Potiferaut Priftionit. Bitë e Benjaminit, Belahu, Bekeri, Ashbeli, Gerahu, Namani, Ehi, Roshi, Mupimi, Hupimi dhe Ardi. Këta që mbitë e Rakelës që i lindën Jakobit gjithsej 14 veta. Biri Danit, Hushimi, bitë e Neftalis, Jetseli, Suni, Jetseri dhe Shilemi. Këta që mbitë e Bilhaut që Labano ja kishte dhënë bijës së tij Rakela dhe që kjo a lindi Jakobit gjithsej 7 veta. Njerëzit që erdhën me Jakobin në Egjipt, pasardhës të tij, pa llogaritur gratë e bijve të Jakobit, ishin gjithsej 66 veta. Bitë e Jozefit që i lindën në Egjipt ishin 2, tërë personat e familjes së Jakobit që erdhën në Egjipt ishin gjithsej 70 veta. Por Jakobi dërgoi përpara tij Judën me qëllim që ta fuste në vendin e Goshenit, dhe kështu ata arritën në vendin e Goshenit. Atëherë Jozefi e mpreu qerrin e tij dhe mori të tatë pjetën për në Goshen që të takonte Izraelin, atin e tij. Sa e pa ju hodh në qafë dhe qa u gjati shtrënguar pas tij. Dhe Izraeli i tha Jozefit: tani le të vdes, sepse pash fytyrën tënde dhe ti je akoma gjallë. Atëherë Jozefi u tha vëllezërve të tij dhe familjes së atit të tij: do të ngjitem për ta njoftuar faraonin dhe do t'i them: vëllezërit e mi dhe familja e atit tim që ishin në vendin e Kananit kanë ardhur tek unë. Ata janë barinj, sepse kanë qenë gjithnjë rritës bagëtish dhe kanë sjellë me vete kopet e tyre dhe gjithçka që zotrojnë. Kur faraoni do t'ju thërras, do t'ju thot: me ç'punë merreni, ju do t'i përgjigjeni.
Shërbëtorët e tu kanë qenë rritës bagtish nga fëmijëria deri më sot, si ne ashtu dhe etrit tanë që të keni mundësi të banoni në vendin e Goshenit, sepse egjiptasit ndjejnë në veri për barind. Ky është kapitulli 46 i Zanafillës. Tani shohim së bashku vargun kyç, shohim përmbledhjen, mësimet edhe bëjmë një lutje duke medituar këtë kapitull. Vargu kyç i kapitullit 46 Zanafillës është vargu 3. Mos ki frikë të zbresësh në Egjipt, sepse atje do të bëj një kombë të madh, kur Zoti i shfaqet Jakobit, pra Izraelit. Përmbledhja e kapitullit 46 përshkruan një moment vendimtar për Jakobin, Izraelin, para se të zbresë në Egjipt e për t'u bashkuar me Jozefin. Perëndia i flet një vegim nate dhe siguron për praninë dhe planin e tij. Pra, Izraeli u sigurua që ishte plani i Perëndisë që ai të zbriste në Egjipt për t'i shpëtuar kohës së zisë. Jakobi bindet ndaj zërit të Perëndisë dhe e lë tokën e premtuar, pra e lë tokën e Kanaanit, duke i besuar Zotit për të ardhmen e familjes së tij. Kapitulli përfundon me ribashkimin prekës të Jakobit dhe të Jozefit, një moment i mbushur me lot, me gëzim dhe besnikëri hyjnore. Haleluja, lavdi Zotit ton besnik. Tani 4 mësimet që nxjerrim nga kapitulli 46 i Zanafillës. Mësimi i parë, Perëndia flet përpara hapave të mëdhenj. Zoti e siguron Jakobin përpara se të bëjë një ndryshim të madh, përpara se ai të lindte vendin e tij dhe të zbriste në Egjipt. Mësimi i dytë, premtimet e Zotit nuk varen nga vendi, edhe në Egjipt Perëndia do të ishte me popullin e tij. Mësimi i tretë, besimi kërkon lëvizje. Jakobi u nis sepse i besoi fjalës së Perëndisë, pra u bind Zotit. Besimi kërkon dhe bindje. Zotit i pëlqen kur ne besojmë dhe i bindemi asaj që thot ai. Mësimi i katërt, pajtimi është dhuratë e Perëndisë. Ribashkimi me Jozefin ishte frut i besimit dhe i durimit. Bëjmë lutje duke medituar së bashku rreth këtij kapitulli. O Zot besnik, faleminderit që na flet dhe na udhëheq në udhëtimet e jetës. Kur na thërret të bëjmë hapa të rinj, na çliron nga frika dhe na mbush me besim në premtimet e tua. Na ndihmo të ecim atje ku ti na dërgon, duke ditur se prania jote shkon gjithmonë përpara nesh dhe ti nuk na lë kurrë vetëm. Në emrin e Jezusit ne lutemi dhe themi amen. Amen, amen, haleluja. Tani e hapim Biblën në kapitullin 47 të Zanafillës. Familja e Jakobit vendoset në vendin e Goshenit. Jozefi shkoi pra të njoftoi faraonin dhe i tha: Ati im dhe vëllezërit e mi, me gjithë kopet e tyre të bagëtive timta dhe të trasha dhe me gjithë shka kanë ardhur nga vendi i Kanaanit, dhe ja, tani ndodhe në vendin e Goshenit. Pastaj i mori 5 nga vëllezërit e tij dhe i paraqiti te faraoni. Atëherë faraoni u tha vëllezërve të Jozefit: Me ç'punë merreni? Ata ju përgjigjen faraonit: Shërbëtorët e tu janë barinj, si ne ashtu dhe etrit tanë. Pastaj i than faraonit: Kemi ardhur për të banuar në këtë vend, sepse nuk kishte më kullota për kopet të shërbëtorëve të tu, sepse ka zi të madhe në vendin e Kanaanit. Lejona tani që shërbëtorët e tu të banojnë në vendin e Goshenit. Atëherë faraoni i drejtoi fjalën Jozefit duke i thënë: Ati yt dhe vëllezërit e tu erdhën tek ti. Vendi i Egjiptit është në dispozicionin tënd. Bëj që ati yt dhe vëllezërit e tu të banojnë në pjesën më të mirë të vendit, le të banojnë edhe në vendin e Goshenit. Dhe në qoftë se ti di që midis tyre ka njerëz të Zotit, caktoi krye identitet të bagëtisë sime. Pastaj Jozefi e çoi Jakobin natin e tij te faraoni dhe ja paraqiti, dhe Jakobi e bekoi faraonin. Atëherë faraoni tha Jakobit: Sa vjet ke që jeton? Jakobi u përgjigj faraonit:
Vitet e shtetimit tim janë 130, vitet e jetës time kanë qenë të pakta dhe të këqija, dhe nuk e kanë arritur numrin e viteve të jetës së etërve të mi në ditët e shtetimit të tyre. Jakobi e bekoi përsëri faraonin dhe u largua nga prania e faraonit. Kështu Jozefi vendosi atin e tij dhe vëllezërit e tij dhe u dha atyre në një pronë në vendin e Egjiptit, në pjesën më të mirë të vendit, në krahinën e Ramsesit, ashtu siç kishte urdhëruar faraoni. Dhe Jozefi e mbajtje me bukë të atin, të vëllezërit dhe tërë familjen e atit, duke i furnizuar sipas numrit të bijve. Ndërkaq, në të gjithë vendi nuk kishte bukë, sepse zja e bukës ishte shumë e madhe. Vendi i Egjiptit dhe vendi i Kanaanit vuanin nga uria. Jozefi mlodhi tërë paratë që gjendeshin në vendin e Egjiptit dhe në vendin e Kanaanit në këmbim të grurit që ata blinin, dhe këto para Jozefi çoi në shtëpinë e faraonit. Por kur në vendin e Egjiptit dhe në vendin e Kanaanit nuk pati më para, tërë egjiptasit erdhën te Jozefi dhe thanë: "Na jep bukë. Pse duhet të vdesim përpara syve të tu, sepse paratë tona kanë mbaruar?" Jozefi tha: "Jepni bagëtin tuaj dhe unë do t'ju jap bukë në këmbim të bagëtisë suaj, në qoftë se i keni mbaruar paratë." Atëherë ata i çuan Jozefit bagëtinë e tyre, dhe Jozefi u dha atyre bukë në këmbim të kuajve të tyre, të kopeve të tyre me dele, të qeve, të gomarve. Kështu i furnizoi me bukë për atë vit në këmbim të gjithë bagëtisë së tyre. Mbasi kaloi ai vit, u kthyen tek ai vitin pasues dhe i thanë: "Nuk mund t'ia fshejmë zotërisë tonë që, me qenë se paratë mbaruan, kopet e bagëtisë sonë janë bërë pronë e zotërisë tonë, nuk mbetet gjë tjetër që zotëria im të mund të na marrë veç trupave tanë dhe tokave tona. Pse duhet të mbaroj përpara syve të tu, ne dhe toka tona? Blina ne dhe toka tona në këmbim të bukës, dhe ne me toka tona do t'jemi sklevër të faraonit. Na jep të mbjellim që të mund të jetojmë dhe jo të vdesim, dhe toka të mos shndërrohet në një shkret e tjerë." Kështu Jozefi bleu për faraonin tërë tokat e Egjiptit, sepse egjiptasit shitën secili arën e vet, meqense ishin goditur rënd nga zia e bukës. Kështu vendi u bë pronë e faraonit. Sa për popullin, e zhvendosi nëpër qytete në të 4 anët e Egjiptit. Vetëm tokat e priftërinjve nuk i bleu, sepse priftërinjt merrnin furnizime nga faraoni dhe rronin nga furnizimet që u jepte faraoni. Për këtë arsye ata nuk i shitën tokat e tyre. Por Jozefi i tha popullit: "Ja, sot ju bleva ju dhe tokat tuaja për faraonin. Ja ku e keni farën, mbillni tokën." Në kohën e korrjes, të 5 pjesë do t'ia jepni faraonit dhe 4 pjesë do t'jenë tuajat për të siguruar farën e arave, ushqimin tuaj dhe të personave të shtëpisë suaj dhe për ushqimin e fëmijëve tuaj. Dhe ata thanë: "Ti na shpëtove jetën, paçim hir në sytë e zotërisë tonë dhe ne do t'jemi sklevër të faraonit." Jozefi e bëri këtë ligj në vendin e Egjiptit, i cili vazhdon edhe sot, e kësaj dite dhe sipas të cilit e 5 pjesë e korrjes duhet i jepet faraonit. Vetëm tokat e priftërinjve nuk u bën pjesë e faraonit, pronë e faraonit. Kështu Izraeli banoi në vendin e Egjiptit, në vendin e Goshenit, aty ata patën prona, qenë frytdhënës dhe u shumuan fort. Jakobi jetoi në vendin e Egjiptit 17 vjet dhe gozgjatja e jetës së Jakobit qej 147 vjet. Kur koha e vdekjes po i afroi Izraelit, ai i thirri të birin Jozef dhe i tha: "Në paçagjet urhir në sytë tu, vëre dorën tënde poshtë kofshës sime dhe sillu me mua me mirëdashje dhe besnikëri. Të lutem, mos më varros në Egjipt. Por kur do të pushoj metrit e mi, më nxirr jashtë Egjiptit dhe më varros në varrin e tyre." Ai u përgjigj: "Do të bëj si thuaj ti." Atëherë Jakobi tha: "Beto mu." Dhe Jozefi u betua. Pastaj Izraeli, duke u mbështetur te koka e shtratit, ra në adhurim. Ky ishte kapitulli 47 i Zanafillës. Të
Tani do meditojmë së bashku rreth këtij kapitulli. Shohim vargun kyç të kapitullit 47, është vargu 9. Vitet e jetës time kanë qenë pak dhe të vështira. Është përgjigja kur Jakobi përgjigjet faraonit. Për mbledhja e kapitullit 47, Jakobi dhe familja e tij vendosen në Egjipt në tokën e Goshenit. Jakobi bekon faraonin duke treguar se bekimi i Perëndis nuk varet nga pushteti apo pozita. Pra pushtetin e kishte faraoni, po bekimi ishte tek Jakobi. Sepse Zoti ja kishte dhënë atij. Ndërkohë Jozefi administraton me urtësi krizën e urisë. Populli i Egjiptit beson jetën dhe burimet e tij faraonit përmes Jozefit, duke treguar se menaxhimi i drejtë sjell ruajtje dhe jetë. Kapitulli mbyllet me Jakobin që përgatitet për fundin e jetës së tij, duke u kapur fort pas premtimeve të Perëndisë. Shohim bashkë 4 mësimet që nxjerrim nga kapitulli 47 i Zanafillës. Mësimi i parë, bekimi vjen nga ata që ecin me Perëndin. Pra bekimi përcillet nëpërmjet besnikëve të Zotit, nëpërmjet atyre që e duan Zotin dhe ecën sipas fjalës së Zotit me nderim ndaj Perëndisë. Edhe pse i huaj dhe u moshuar, Jakobi e bekoi faraonin. Mësimi i dytë, urtësia e Perëndisë ruan jetë në kohë krize. Menaxhimi i Jozefit shpëtoi kombe të tëra, se të gjithë vinin blinin ushqim në Egjipt. Mësimi i tretë, jeta në tokë është e përkohshme. Jakobi e sheh jetën si një udhëtim, jo si qëllim përfundimtar. Po ne jemi kalimtar në këtë botë. Dhe mësimi i katërt, premtimet e Perëndisë mbahen deri në fund. Jakobi mendon për varrin e tij në tokën e premtuar duke treguar besim në fjalën e Zotit. Tani lutemi së bashku duke medituar rreth kapitullit 47 të Zanafillës. O Zoti i urtësisë dhe jetës, faleminderit për mësimet që na jep në kohë të vështira. Na jep zemër që bekon edhe në pleqëri, urtësi për të menaxhuar atë që na ka besuar dhe besim për të ecur drejt fundit të jetës duke u mbështetur në premtimet e tua. Na mëso të shohim jetën si një shtegtim me ty dhe të lutemi në emrin e çmuar të Jezusit dhe themi amen. Tani do t'japim Biblat së bashku në kapitullin 48 të Zanafillës dhe i fundit për t'u lexuar për sot nga ne së bashku. Jakobi bekon Efraimin dhe Manasin. Mbas këtyre gjërave ndodhi që i thanë Jozefit: ja, aty yt është i sëmur. Kështu ai mori me vete dy bijtë e tij, Manasin dhe Efraimin. Kur i thanë Jakobit, ja birit Jozef po vjen te ti, Izraeli mblodhi tër forcat dhe ul mbi shtratin e tij. Atëherë Jakobi i tha Jozefit: Perëndia i plotfuqishëm u shfaq në Luc në vendin e Kananit, më bekoi dhe më tha: ja unë do të bëj frutdhënës, do të shumoj, do të bëj prej teje një shumicë popujsh dhe do t'u jap këtë vend pasardhësve të tu pas teje si pronë për jetë. Tani dy bijtë e tu që të kanë lindur në vendin e Egjiptit përpara se unë të vija tek ti në Egjipt janë të mit. Efraimi dhe Manasi janë të mit, ashtu si Rubeni dhe Simeoni. Pra Jakobi i fut në trashëgiminë e tij të bekimeve të Perëndisë. Por bijtë që ke lindur mbas tyre do t'jenë të tutë në territorin e trashëgimisë së tyre, do të thirren me emrin e vëllezërve të tyre. Sa për mua, ndërsa po kthehesha nga Padani, Rakela vdiq pranë meje gjatë udhëtimit në vendin e Kananit, aty afër Eufratës, dhe e varrosa atje në rrugën e Efratës, që është Betlehemi.
Kur Izraeli pa bitë Jozefit tha, kush janë këta? Jozefi ju përgjigj atit, janë fëmijët e mi që Perëndia mi ka dhënë këtu. Atëherë ai tha, mi afro dhe unë do të t'i bekoj. Tani sytë e Izraelit ishin venitur për shkak të moshës dhe nuk shihte fare. Jozefi i afroi ata dhe ai i puthi dhe i përqafoi. Pastaj Izraeli tha Jozefit, unë nuk mund të shikoja përsëri fytyrën tënde, por tani Perëndia më dha mundësinë të shikoj edhe pasardhësit e tu. Haleluja! Jozefi të roqi nga gjunjët e të atit dhe u përkul me fytyrë në tokë. Pastaj Jozefi i mori të dy, Efraimin në të djathtë të tij dhe në të majtë të Izraelit, Manasin në të majtë të tij dhe në të djathtë të Izraelit dhe i afroi pranë tij. Atëherë Izraeli zgjati dorën e tij të djathtë dhe e vuri mbi kryet e Efraimit që ishte më i riu, dhe vuri dorën e tij të majtë mbi kryet e Manasit duke kryqëzuar duart, ndërsa Manasi ishte i paralinduri. Kështu bekoi Jozefi dhe tha, Perëndia para të cilit ecën etrit e mi, Abrahami dhe Isaku, Perëndia që më ka ushqyer qysh prej lindjes sime deri më sot, ëngjëlli që më ka çliruar nga çdo e keqe, le t'i bekoj këta fëmijë, le të quhen me emrin tim dhe me emrin e etërve të mi, Abraham, Isak, dhe të shumohen fort mbi tokë me emrin e etërve të besimit. Kur Jozefi pa që jati kishte vënë dorën e djathtë mbi kokën e Efraimit, kjo nuk i pëlqeu, prandaj ai kapi dorën e tatit për ta hequr nga kryet e Efraimit dhe për ta vënë mbi kryet e Manasit. Pastaj Jozefi tha atit të tij, jo kështu ati im, sepse i paralinduri është ky këtu. Vëre dorën tënde të djathtë mbi kryet e tij. Por jati refuzoi dhe tha, e di biri im, e di. Dhe ai do të bëhet një popull, dhe ai do të jetë i madh, megjithatë vllai yt më i vogël do të bëhet më i madh se ai, dhe pasardhësit e tij do të bëhen një mori kombesh. Dhe atë ditë i bekoi duke thënë, për ty Izraeli ka për të bekuar, duke thënë, Perëndia të bëj si Efraimi dhe si Manasi. Kështu ai e vuri Efraimin para Manasit. Pastaj Izraeli i tha Jozefit, ja, unë kam për të vdekur pas pak, por Perëndia do t'jetë me ju dhe do t'ju çojë përsëri në vendin e etërve tuaj. Veç kësaj, ty po t'jap një pjesë më të madhe në krahasim me vëllezërit e tu, atë që fitova nga Amorejt me shpatën dhe harpun tim. Ky është leximi që kishim për sot. Së bashku. Tani meditojmë edhe mbi kapitullin e fundit, që është kapitulli 48, së bashku. Vargu kyç janë vargjet 15-16. Perëndia para të cilit kanë ecur etrit e mi, më ka ruajtur nga çdo e keqe. Thot Jakobi. Përmbledhja e kapitullit 48 të Zanafillës është Jakobi në ditët e fundit të jetës së tij, bekon bijtë e Jozefit, Manasin dhe Efraimin, ai vepron në udhëheqjen e Perëndisë, duke vendosur dorën e djathtë mbi Efraimin më të voglin dhe duke treguar se zgjedhja e Perëndisë nuk dik gjithmonë rendin njerëzor. Jakobi kujton besnikërinë e Perëndisë gjatë gjithë jetës së tij dhe përcjell bekimin brez pas brezi. Shohim 4 mësimet që nxjerrim nga kapitulli 48 i Zanafillës. Mësimi i parë, bekimi i Perëndisë nuk ndjek gjithmonë pritshmëritë njerëzore. Zoti zgjedh sipas vullnetit të tij, jo sipas traditës. Pra Zoti nuk ecën në kornizat njerëzore. Mësimi i dytë, brezat kanë nevojë për bekim dhe trashëgimi shpirtërore. Jakobi bekon niprit duke menduar për të ardhmen. Është kaq e rëndësishme për etërit që të bekojnë pasardhësit e tyre. Lutemi për etër që të ketë etër që të lënë trashëgimi për pasardhësit. Mësimi i tretë, një jetë me Perëndin është dëshmi për brezat.
Jakobi flet për Perëndin që e ka ruajtur gjithë jetën e tij. Pra Jakobi dëshmon se si Zoti e ka ruajtur atë gjatë gjithë jetës. Mësimi 4, fundi i jetës mund të jetë plot shpresë. Edhe në pleqëri Jakobi adhuron dhe bekon. Haleluja, lavdi Zotit. Bëjmë lutje duke medituar kapitullin 48 së bashku. O Zot besnik, faleminderit për jetën që ecën nën udhëheqjen dhe dorën tënde. Na ndihmo të lëm pas një trashëgimi besimi, të bekojmë brezat që vinë dhe të mbështetemi tek Ti deri në frymën e fundit. Na mëso të adhurojmë edhe kur jemi të lodhur dhe të besojmë se zgjidhja jote është gjithmonë e drejtë. Lutemi së bashku në emrin e Jezusit dhe themi amen. Amen. Haleluja, haleluja, haleluja. Tani, nëse ndonjë motër ose vlla ka lutje, ju lutem shkruajini dhe ne lutemi së bashku për ju. Amen. Nuk shoh asnjë gjë. Më sa shkoj, nuk ka shkruar kush, por mund të shkruani tani. Shohim nëse ka lutje. Presim pak. Nëse dikush ka lutje, ne lutemi së bashku. Nëse nuk ka, mbyllim leximin me një lutje. Edhe lutemi në përgjithësi për të gjithë. Ja presim dhe pak. Nëse dikush ka lutje. Nuk ka, okay. Mbyllim të gjithë leximin me një lutje. O Zot besnik, faleminderit për fjalën tënde që na flet edhe sot. Faleminderit për shembullin e Jozefit që na mëson faljen, për besimin e Jakobit që na mëson bindjen dhe për bekimin që Ti kalon nga njëri brez në tjetrin. Ndihmona të mos jemi vetëm dëgjues të fjalës tënde, por zbatues të saj në jetën e përditshme. Vullos në zemrat tona atë që Ti ke dashur të na thuar sonte. Çdo gjë që na mësove sot, Zot, të lutem vullose në zemrat tona. Haleluja. Zoti t'ju ruaj dhe t'ju bekoj. Zoti e bët fytyrën e Tij të ndriçojë mbi ju dhe t'ju japi paqe në zemrat tuaja. Qoftë prania e Perëndis me ju në çdo hap, në familjet tuaja, në vendimet tuaja dhe në udhëtimin tuaj të besimit. Bekimi i Zotit qoftë mbi ju që jeni live sot dhe mbi të gjithë ata që do ta dëgjojnë më vonë këtë live. Që fjalët e jetës të mbeten të gjalla në zemrat tona të gjithë secilit. Amen. Dhe ne lutemi së bashku në emër të Birit, të Atit dhe të Frymës së Shenjtë dhe themi amen, amen, amen. Zoti ju bekoft, ky është leximi që kishim për sot. Dëgjojmë sërish nesër, zakonisht leximin e Biblës e kemi në orën 4, pra në orën 16 mbasdite, por nga që të dielën kemi takimin e kishës në Tiranë, në terren, e bëjmë në darkë, se edhe live-i në darkë është i lirë. Dëgjojmë sërish nesër në orën 16, duke vazhduar kapitujt në vazhdim për të lexuar nga Zanafilla dhe si tjetë programi për nesër. Zoti ju bekoft, ju dua me dashurinë e Krishtit, paçi një mbrëmje plot me gëzim në prezencën e Zotit, edhe një gjumë të bekuar me paqen e Zotit. Ju bekoj me dashurinë e Krishtit. Dëgjojmë nesër.